E gjatë jetës, domethënë, po e cekë një rast që ka shumë raste, po ajo cila është një pacient ku lut Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të mira që Allahu ta shëron. Çdo breng inshallah t'ja largon. Për rasteve më të veçanta dhe më specifike të saj është që gjatë rukjes, po folja e çfarë më ka ndodhur mua, gjatë rukjes domethënë i vendoset gipsi në trup. Gjatë rukjes Unë kam i vendoset gipsi në trup. Po, në trup. Domethënë, zakonisht nëse gjinia femërore, domethënë bëjmë rukje gjinin e femërore, domethënë kërkojmë që mos jetë vet, fillimisht domethënë, absolutikisht asnjëherë s'pranojnë atë të bëjmë rukje dikujt vet, pa qenë dënë antar apo mahrem i thënë shoqëruesi legjitim i sajna, qoftë non, qoftë motër, qoftë vëlla, qoftë pa marrë parasysh, duhet të jetë më shumë se një person aty. Zakonisht ju them që të veshin diçka, domethënë ngushtë në trup. Të ngjitur për trup. Po, fillimisht, pastaj ta veshin ndonjë fustan të gjon apo ndonjë mbulesë. Se nëse ndodh që nëse ja merr vetë dijen gjini, fillon të bën veprime të aj apo ajo mund të bën veprime të pashpjegueshme dhe mund ta grisë. E për mos më e pa, domethënë që na ndalohet në Islam që i themi që ta vendos gipsin, isha në rukje dhe duke i bërë rukje për një çast, domethënë për një moment filloi dora dhe i met kështu e ngrime, kur e pam, domethënë që e kanë vendos gipsin. Edhe u desh domethënë me prej gipsin, gips me plot kuptimin e. Më fal, gjatë kohës kur bëhesh gjithë kjo gjëja, domethënë kur bëhesh rukja, po, asaj vendosin po, gjint gips në dorë. Po. Wow. Është jashtë. Po mos të kisha përjetuar, ndoshta unë nuk do ta besoja me patjetër. Po. Besoja apo do të thosha që është pak imagjinar apo është pak e tepruar apo e ka shtu pak. Mirë po ka e përket, domethënë dëshmitar ka bajgi aty që kanë ndodhur aty, po inshallah Allah subhanahu taala e shëron, prapë po them inshallah shëron. Kjo është ndër rastet, besoj që është ndër rastet më specifike gjithë trojet që fol apo në gjithë ballkonin apo ndoshta edhe në rang botror. Domethënë këto janë raste ekstrem, se nuk i ndodh gjithë secilit domethënë.